Mirto Uzuni ishte protagonist absolut i fitores 3-0 të Austin përballë Puebla në turneun Leagues Cup, që zhvillohet me skuadrave më të mira të MLS dhe atyre të kampionatit meksikan. Futbollisti i kuqezinjve shënoi të 3 golat e ndeshjes me realizime spektakolare, ku njëri ishte me goditje dënimi e një tjetër me një gjuajtje fluturinthi po aq të bukur. Fal kësaj paraqitje, Uzuni u vlerësua me notën shumë të lartë, 9.9 nga SofaScore, fal statistikave që kishte regjistruar gjatë ndeshjes, ndërsa u përzgjodh edhe në formacionin e javës së dytë të turneut në fjalë. Situata e Cristian Aslanit në radhët e Interit padyshim do të shqetësoj trajnerin e kombëtares shqiptare, Rolando Maran, dhe të gjithë tifozët kuqezin. Por edhe në Itali, mosprania e tij në turneun e Interit në Azi ka krijuar shumë paqartësi rreth lojtarit. Edhe vete përditshmja sportive italiane, Gazzetta dello Sport, i ka kushtuar një artikull futbollistit me titullin Inter, ku ka përfunduar Aslani, ku qartëson disi situatën e tij. Pyetja është legjitime dhe her pas here lind. Ku ka përfunduar Cristian Aslani? Edhe ai është listuar si lojtar i tepërt, por ndryshe nga Fratesi dhe Pavard, lojtarët e tjerë të Interit në dalje, mesfushori i humbi turneun aziatik për shkak të një dëmtimi të pësuar gjatë kampit të parë stërvitor në Gjermani, por në përgjithësi, ai është jashtë projektit teknik të Kivus. Aslani qëndroi të stërvitej në Itali në pritje të një sistemimi. Duke ju bashkuar zikaltërve në vitin 2022, ai kur nuk arriti të imponohet si titular, edhe pse kishte zëvendësuar Çalhanoğlu'n në disa raste, veçanërisht kur turku u lëndua. Ish lojtari i Empurit, i bler për 14 milion euro, ka qenë në treg për disa muaj. Sezoni i kaluar ishte i vështirë, së pari në Torino, me 15 paraqitje gjithsej deri në janar, dhe më pas te Beşiktaş, ku shënoi 2 gola në 14 ndeshje gjatë 6 muajve të fundit. Aslani u rikthye në bazë, duke qenë i ndërgjegjshëm se do të duhej të largohej nga Piano Gentile. Në miqësoren e parë të sezonit, Kivu e vendosi atë në qendër të mbrojtjes. Kjo zgjidhje u diktua nga mungesat e ndryshme në atë pozicion, për shkak të Kupës së Botës dhe tregut të transferimeve. Është një tregues i qartë se ai ka qenë prej kohësh jashtë planeve për të ardhmen. Me fjalë të tjera, Aslani është i tepërt, po kërkon një sistemim të përshtatshëm, mundësisht të përhershëm. Çmimi është rreth 10-12 milion euro. Mund të jetë një transferim i ditëve të fundit të merkatos, shpjegohet në artikullin e gazetës italiane. Mirto Uzuni ka qenë protagonist absolut i fitores së Austin në Leagues Cup, turneun e përvitshëm që zhvillohet me skuadrave më të mira të MLS dhe kampionatit meksikan. Sulmuesi i kombëtares shqiptare ka shënuar 3 golat e fitores 3-0 të skuadrës së tij ndaj Puebla. Në turneun ku marrin pjesë 18 ekipet më të mira të secilit kampionat, dje luhej turi i dytë i ndeshjeve, dhe Uzuni bëri protagonistin absolut të duelit që u zhvillua në stadiumin e skuadrës së tij. Sulmuesi i dha avantazhin skuadrës së tij që në minutën e 4 të takimit, fal një goditje dënimi të cilën ai e ekzekutoi në mënyrë perfekte. Vetëm 3 minuta më vonë erdhi goli i dytë, ku ai u shfaq si një gjahtar zone për të çuar sferën në rrjet me një depërtim në qendër. Më pas Uzuni plotsoi 3 golshin e tij në minutën e 33 të takimit, kur pas zhvillimit të një goditje këndi, shënoi me një gjuajtje spektakolare fluturinthi, duke vullosur që në pjesën e parë të ndeshjes fitoren 3-0 të Austin. Skuadra e Sionit triumfoi me rezultatin 3-2 ndaj Vaduzit, në ndeshjen e javës së tretë në Superligën e Zvicrës. Rrugën e rjetës për Sionin në këtë përballje e gjeti edhe futbollisti shqiptar i Kosovës, Donat Ruvani, i cili në minutën e 21, me një predh me të majtën, tundi rjetën e portierit Shafran, duke sjell barazimin e përkohshëm. Ky ishte goli i dytë i 27 vjeçarit në 3 ndeshjet e para të këtij sezoni të ri. Duket se Ruvani e ka nisur sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme me skuadrën e Sionit, që në 3 ndeshje ka marrë 6 pikë. Fisnik Aslani ishte drejtuar për te Leipzig, ku akordi ishte arritur këtë javë. Klubi gjerman do t'i paguante Hoffenheimit plot 30 milion euro nëse Aslani do të kalonte testet mjekësore. Dështimi i transferimit ishte tronditës, për më tepër për faktin se u përmendën testet mjekësore. Bomberi i Kosovës ka postuar një foto përmes palestras dhe në tekst shkruan: "Nuk do më ndaloni, premtoj." Aslani duket më i motivuar se kur. Më parë, por të janë interesuar po ashtu Dortmundi e Barcelona.
Bujar Plana refuzoi të luajë me Lekia Gdansk në Poloni, ndërsa janë zhvilluar 3 javët e para të kampionatit në kategorinë e dytë. Tashmë, klubi ka pranuar të ndërpresë bashkëpunimin, pavarësisht se Plana kishte edhe 2 vite të mbetura kontratë. Mbrojtësi kombëtares shqiptare mori vendimin drastik pas rënies nga kategoria, ndërsa klubi dha dritën jeshile së fundmi. Vetë trajneri Vladislav Lupashko tregonte prapa skenat 2 javë më parë. Tekniku i Lekia Gdansk u shpreh se Plana refuzon të luajë. Ai mendonte se ka gjetur ekip të ri, apo se nuk është paguar dhe nuk planon të luajë në këto kushte. Për më tepër, shtoi se klubi do e dënojë për sjelljen e tij. Plana ndërkohë është në gjendjen e duhur fizike. VP Sportove Fakti raportoi 2 ditë më parë fjalët e tjera të trajnerit, që shtonte se Plana ka oferta, dhe po ashtu sugjeronte klubin që t'i hapte rrugë largimit. Dje ishte gazetari Tomasz Galinski ndërkohë që u shpreh se ndërprerja e kontratës ishte me marrëveshje, ndërsa Plana tashmë është lojtar i lirë. Stavro Pilo ka firmosur kontratën e re me AEK-n e Athinës. Bëhet fjalë për një kontratë të vlefshme deri në vitin 2030. Pilo ishte risi për kombëtaren këtë vit. Trajneri Silvinho e ftoi për krahun e majtë të mbrojtjes, pikërisht në fazën play-off të botrorit. I lindur në Rodos, Pilo regjistron 2 paraqitje me fanellën kuqezi. Duke qenë se kishte edhe vetëm 1 vit të mbetur kontratë, kampionët e Greqisë u siguruan për të ardhmen. AEK e afronte Pilon në verën e vitit 2023. Tashmë besimi tek ai është i plot. Sezon i ri, probleme të vjetra. Kjo është sërish tabloja e sulmuesit të Shqipërisë, Armando Broja. Ndërsa Burnley luajti kundër Notts County për raundin e 1/64 në Kupën e Ligës Angleze, e njohur si Carabao Cup, emri i lojtarit të kombëtares nuk gjendet as gjëkundi, madje as në stolin e rezervave. E paqartë nëse ka të bëjë me zgjedhje teknike të trajnerit Hajen, apo ka shqetësime fizike për 24 vjeçarin, ndërsa nuk është mbyllur merkatoja e verës, emri i Armando Brojës qarkullon për të lëvizur nga Anglia, i lidhur me kalimin në Serie A. Në një prononcim të shkurtër për mediat, mbrojtësi i kombëtares Mario Mitaj ka folur për qasjen me Greqinë dhe lidhjen e ngushtë që gëzon me Adveun, Shqipërinë. Kam lindur në Afinë, por jam shqiptar. Fakti që kam lindur atje nuk më bën grek. E dua atë vend, për mundësitë që i dha familjes sime. Por e dua edhe më shumë Shqipërinë time. Jam patriot i Adveut tim. Kur shoh flamurin dhe flas shqip, ndjej një ndjenjë krenarie, ishin fjalët e Mitajt. Mbrojtësi 23 vjeçar, vetëm para disa ditësh është bashkuar me Genoa në Serie A. Aty do ku vazhdoi rritjen profesionale, pas aventurës te Al Ittihad. Klubi i Trabzonspor ka bërë një nga goditjet më të bujshme të vitit, duke nënshkruar me Mohamed Salah, të sapo larguar nga Liverpooli. Një lëvizje që u shoqërua edhe me një ndryshim për Ernest Muçin, pasi i dha futbollistit egjiptian fanellën me numrin 10. Futbollisti shqiptar planoi menjëherë që të dorëzonte numrin tek egjiptiani në shenjë respekti për këtë lojtar, duke marrë falenderimet e tifozëve, por edhe presidentit të klubit, i cili e lavdëroi publikisht. Tashmë duket se sulmuesi shqiptar nuk ka vonuar që të gjejë një numër të ri për fanellën e tij në këtë sezon. Mosohet se tani e tutje, Muçi do të mbajë numrin 7 me klubin turk, me të cilin do të zhvillojë nesër ndeshjen e tij të parë në një miqësore kundër Göztepe. Ai kishte shënuar golin e fitores në ndeshjen e fundit miqësore me Trabzonsporin, ku mbante ende numrin 10. E tashmë do të shihet nëse do të debutojë me gol me fanellën e re.